Këshilli i Bashkësisë Islame në Prizren edhe sot organizuan gara të radhës të diturisme në zënësit e 24 xhamive të komunës së Prizrenit, ku në këtë gara garojnë edhe 5 nxënës prej 24 xhamive të komunës së Prizrenit bashkë me mësuesit e tyre. Lidhur me këtë gara, Faruk Efendi Ukallo, në këtë gara përfaqësuesi i Bashkësisë Islame të Kosovës, tha se në këtë gara po marrin pjesë nga 24 xhamime, nga 5 nxënës dhe 1 mësues, dhe sot këta nxënës po garojnë në 4 land, kurse fituesit e kësaj gare do të garojnë edhe në nivel të Kosovës, derisa si shpërblim mësuesit e asaj xhamie fituese do t'i dhurohet një shkuarje në haxh falas për klasat fituese nga Bashkësia Islame e Kosovës, tha ai. Sot Këshilli Bashkësisë në Prizren është duke i mbajtur garat e mësim-besimit në nivel komunal të komunës së Prizrenit, ashtu siç kemi mbajtur dhe vitet kaluara. Në këtë vit nga tërë mektebet ose xhamit e Prizrenit në qytet dhe fshatra marrin pjesë 24 grupe të komunitetit shqiptar edhe bosnjak. Dhe kemi kënaqësinë që sot gjithë këta nxënës prej secili xhami që vinë nga 5 nxënës së bashku me mësuesen e tyre, me mualimin e tyre, të vinë në xhamin e Bayraklis për të mbajtur këto gara. Garat edhe këtë vit si vitet kaluara mbahen në 4 landë fetare, në Kur'an, në landën e Akaidit, në landën e Fikut dhe në landën e historisë islame. Si dhe një pyetje tjetër është një pikë artistike të cilën e prezantojnë nxënësit, qoftë ajo ndonjë ilahi, ndonjë këngë apo edhe ndonjë pikë artistike, pra nga drama apo diçka tjetër. Edhe këtë vit si vitet e kaluar, them, grupi i parë që fiton garat në nivel komunal do të merr pjesë në garat në nivel qendror republikan të Kosovës. Dhe më pas në nivel qendror të Republikës Kosovës, kush fiton garat e diturisë, këto pra kanë shpërblime edhe këtu tek ne në Prizren, por edhe në Prishtinë kanë shpërblimet, por shpërblimi më i madh për vendin e parë është haxh për mësuesin ose mësuesen e cila i ka mësuar, pra i ka mësuar nxënësi, dhe ky haxh do të jetë gratis nga ana e Bashkisë Islame të Republikës Kosovës. 24 pjesëmarrës të xhamive të qytetit dhe të fshatrave të Prizrenit, komunës së Prizrenit janë. Nuk kemi nga qytetet tjera, vetëm nga komuna e Prizrenit që përfshin edhe rajonin e Zhupës. Hoxh Osman Bekteshi, kryetari i Komisionit Vlerësues të këtyre garave, tha se dihet se mirëfillt se burimi fetar advetar ka ardhur pikërisht nga mësim-besimi në xhami, dhe si tashmë kjo është një nevojë domosdoshme të bëhet edhe në shkollat publike, porositi ai, sepse burimi i dashurisë pikërisht është marrë në këto mësime, tha ai për televizionin e Besa. Padyshim se po, për arsye se me tepi që e karakterizon mësim-besimi fetar dhe edukativ, është esenca e edukimit të një shoqërie. Duke filluar nga edukimi i fëmijëve tanë, realisht ne e mbjellim farën e vlerave morale, advetare dhe fetare në vend. Ashtu siç edhe është trashëguar bes pras bezi deri më sot tek ne, duhet ta trashëgojmë edhe tek të tjerët. Ne e dimë mirëfilli se të gjithë gjeneratat tona pikërisht kanë dalur nga këto metepet e xhamive, me këtë edukatë dhe me gjitha këto suksese që ne sot i gëzojmë. Andaj, historikisht është dëshmuar se bartja e vlerave fetare dhe advetare në vendin tonë është ngjizur pikërisht nga mektepet. Çdo prind që ndjen veten besimtar musliman duhet ta ndjejë për obligim që fëmijët e tyre të regjistrojnë në xhamit më të afërta që i kanë, në mënyrë që të përçojmë mesazh dhe edukatë të lartë, duke filluar nga familjet tona, pastaj edhe më gjithë. Fëmijëve tanë unë fillimisht ju uroj sukses, i kemi yje të veçanta për arsye se me edukatën e tyre që normalisht e kanë fituar në shtëpi, por edhe në xhami, ata na i gëzojnë zemrat edhe na japin çdo herë kurajo për të vazhduar që të punojmë me ta. Unë lut Allahun e Madhërisëm që kësaj gjenerate dhe gjeneratave të ardhme t'u jep mirësi e begati nga nuk e presim, dhe të bëhen pishtar të vlerave të fesë dhe të advesë. Derisa mësuesit dhe nxënësit treguan nivel të lartë të përgatitjeve që kishin bërë për këto gara.